Tash është koha për rubrikën Shneta, e cila realizohet me Spitalin Amerikan. Sot do të flasim për javën e ndërgjegjësimit të autizmit, ku së bashku me doktoreshën Rita Berisha, pediatër dhe neonatologe në Spitalin Amerikan, do të flasim shumë çka rreth shenjave të para e gjithashtu edhe diagnostikimit të hershëm. Mirëmëngjes, doktoreshë. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë edhe juve që keni ardhur. Së pari të sqarojmë edhe për publikun që po na ndjek, flasim se çka është autizmi. Po, autizmi është kështu një çrregullim neurozhvillimor i trurit të fëmisë. Autizëm nuk thuhet vetëm autizëm, po thuhet spektër autik, që do të thotë se secili fëmijë është unik. Nuk është, domethënë, nuk janë të gjithë të njëjtë. Është kjo krejt individuale. Secili fëmijë është ndryshe dhe ka potenciale të ndryshme. Domethënë, ata e kuptojnë botën pak më ndryshe se ne. Nuk po them që është një smundje që mund të shërohet, nuk është, domethënë, autizmi diçka që shërohet, nuk ka ndonjë kur specifike, por me kështu mbështetje dhe me trajtime kështu të tjera, ne i ndihmojmë atij fëmisë që ta zhvilloj potencialin e tij. Kemi raste shumë të spektrit autistik që kanë ata disa talente të caktuara, specifike, mund të jenë piktor, mund të jenë matematicien të tjerë. Ne rrethi familja, duke filluar nga familja dhe rrethi, shkolla, të gjithë duhet t'i japim mbështetje atyre fëmijëve dhe të dalin në pah ato potencialet dhe talentet e tyre. Dhe e thash edhe një herë, ata fëmijë nuk kanë nevojë që t'i përshtaten botës, por bota dhe ne duhet që ta kuptojmë botën e tyre. Kjo është një mesazh kështu. Okej, një mesazh mjaft i mirë, se ndoshta mundeni edhe si doktoresh me vrejtë se në Kosovë po është në rritje autizmi tek fëmijët në Kosovë apo jo? Autizmi si në Kosovë edhe gjithkund në botë është tash saktësisht nuk mund të themi që është në rritje vetë smundja, por është në rritje në diagnostifikimi. Domethënë shumë herët diagnostifikohen edhe shumë diagnostifikohen. Më parë e kanë quajtur ndoshta ndryshe. Jo autizëm, por kanë pas emra të ndryshme, diagnoza të ndryshme, e tjera. Domethënë, diagnostifikimi i hershëm është shumë në rritje. Okej. Atë të flasim për shenjat e para. Kur mundet një fëmijë me u vrejtë që është autik? Shenjat e para i vrejnë prindërit, kryesisht. Dhe prindërit janë ata që shqetësohen në fillim, mas së pari. Tash, ekzistojnë disa lloje të, nuk po them lloje të prindërve, por frika ishten që të veprojnë ndryshe. Disa prej frikës që fëmia mos është autik, nuk tregojnë disa shenja, disa ndoshta edhe i hiperbolizojnë, mirë po ma mirë është që të vinë disa herë dhe të hiperbolizojnë ndonjë simptom, se sa të mbetet ma vonë, sepse e thash edhe ma herët kur specifike nuk ka, por ka mënyra të menaxhimit të këtyre fëmijëve dhe sa më herët që të bëhet diagnostifikimi, edhe jeta e tyre do të jetë më e plotë. Dhe ata mund t'i po mendoj edhe rrethi edhe të gjithë ne i përshtatemi atyre dhe ata mund të jetojnë edhe një jetë shumë më të mirë dhe më të plotë. Thash prindërit janë të parët, por tjetër të dytët, do më thonë jemi ne, pediatrat, sepse çdo problem për fëmin, prindi orientohet dhe shkon te
pediatri. Një pediatr që e ka prej fillimit, dhe më thonë atë prej kontrolave rutin që bëhet prej lindjes, sikur për shembull këto unë ose edhe shumë të tjerë, që i kemi fëmijët që na vinë si kontrolla rutin çdo muaj, ne duhet të jemi të kujdesshëm që të vrejmë disa ndryshime. Këto ndryshime zakonisht thuhet nuk mund të vrehen para moshës 2 vjeçe, por me një ekzaminim të mirëfill dhe më të kështu detajuar, ne mund t'i vrejmë ato simptome edhe shumë herët, do më thonë tek mosha 1 vjeçare. Ato tash simptomet kryesore apo më të mëdha që një prind vjen edhe thot, është që nuk komunikon, nuk të shikon në sy fëmia, nuk i përgjigjet kur e thirrëm në emër, nuk është interesuar për rrethin, për lojrat me fëmijë të tjerë, e ka vetëm një objekt të caktuar që e don vetëm atë objekt, i ka disa lëvizje të përsëritura, për shembull dorën e lëviz apo e rrotullon, ama ato i bën shumë shpesh dhe një periudhë shumë të gjatë. Këto janë ato edhe natyrisht kur flasin ma vonë. Vetëm simptomi që vetëm nuk fol ma vonë, nuk do të thotë që jo domosdoshmërisht që është autizëm. Po, këtu do është edhe më undajt se e di që shqetësohen shumë prind nëse fëmia 2 vjeç për shembull nuk flet. Simptomi vetëm që nuk flet, ndërsa të tjerat kupton, i merr urdhrat, i thu për shembull shko bjerë ma topin, kur ta thirrët lajmërohet, përgjigjet ose bën me gisht dhe e sheh që po i kupton gjanat, ajo nuk është, domethënë, nuk është autizëm, por ka probleme tjera që vonohet në të folur, apo disa fëmijë për një herë i mësojnë disa gjuhë, edhe ajo është pak një pengesë që të flasin ma vonë. Natyrisht do të përcillen edhe te logopedit, psikologu i fëmijëve, psikiatri i fëmijëve e tjera. Por vetëm ai simptomi vetëm jo domosdoshmërisht që është autizëm. Keni pasur vetë raste ndoshta që janë shqetësu prindisht pse ka folur? Po, shumë kemi, çdo ditë kemi ato pse nuk po fol. Mirë po, unë fokusona te shenjat tjera që thash nuk të shikon në sy, do më thonë nuk përgjigjet fare, vetëm me një objekt lun apo tash ato telefonat ose diçka përpara kam pas ndonjë objekt tjetër e tash ato. Mirë po, veç dua t'ju them edhe prindërve që mos të ndihen në faj pse ai fëmijë ka lind autik, sepse ai lind ashtu. Nuk është mënyra e të rriturit ajo që ndikon që një fëmijë të bëhet autik. A jenë të kuptu? Këtu deshta me undal edhe t'ja bëj me dije prindërve që as pak nuk ka nevojë që ata të ndihen fajtor. Kjo është, e thash, një çrregullim neurozhvillimor që fillohet veç kur, do më thonë, bashkohen qelizat vezë dhe spermatozoidet e nanës edhe babit, edhe aty bëhet një çrregullim neurozhvillimor që ende nuk dihet pse. Ka edhe raste të trashëgimis, por më të ralla, mirë po saksisht pse ndodh ai çrregullim neurozhvillimor nuk dihet. Kështu që ma vonë ato, domethënë, jo, natyrisht që nuk bën t'i lojmë, duhet t'i bëjmë ato kufizimet, kur duhet me lon një fëmijë në iPad, ndonjë lodër ose diçka, patjetër, sepse ajo ndikon edhe në gjendjen emocionale të fëmijës, por jo domosdoshmërisht ajo me shkaktu autizmi. A ndohet autizmi edhe në shkalla të ndryshme? Po, e thash, është spektër autistik, do më thonë, ka forma më të leta, ka forma më të rënda, ka forma klasike, kështu që nuk është vetëm... E format më të rënda, doktoresha, janë për shkak ndoshta se nuk diagnostifikohet herët fëmija? Jo, ato mund të... Sigurisht që i ndihmon, më thash, trajtimet dhe menaxhimet i ndihmojnë shumë. Mirë po, disa raste të autizmit klasik, edhe po që se
diagnostifikohen më herët, zhvillimi tyre apo progresi tyre është shumë i ngadalë dhe është më i pakt dhe ata mund të mbesin edhe ashtu. Ama shumë të rrallë janë. Ma tepër po folim për spektrin autistik, që është, do më thonë, si cili fëmijë është unik, dhe si cili fëmijë e ka atë, do më thonë, botën e tyre që ne do t'i përshtatemi dhe t'a kuptojmë dhe t'i ndihmojmë e t'a mbështesim me mirë kuptim, me dashuri dhe me dhemshuri dhe jo vetëm prindërit, por edhe rrethi, po mendoj shkollat, do më thonë për këtë javë të ndërgjegjësimit do të përfshihen krejt edhe sistemi edukativo arsimor, ku do të trajnohen gjithashtu edhe edukatorët, mësuesit, mandej ata mirë kishte qenë të kenë edhe asistent të edukimit që punojnë vetëm me disa fëmijë krejt mvaret prej rastit. Dhe të punojnë vetë ata asistent me ata fëmijë që t'i ndihmojnë dhe sa ma shumë të zhvillojnë atë potencialin e tyre. Po, kur e përmendet që nuk ka për autizëm? Po, jo, nuk ka kur specifike, nuk është autizmi një sëmundje që shërohet me një ilaç. Nuk është. Autizmi vetëm menagjohet dhe sa ma herët e përmenda, sa ma herët që të diagnostifikohet, aq më mirë është dhe aq më i lehtë është përshtatja e rrethit ndaj atyre apo edhe anastjelltas. Dhe ata mund të bëjnë një jetë më të mirë dhe mund të bëjnë një jetë të pavarësohen, të shkojnë vetë, për shembull, t'i kryjnë vetë disa detyra që janë të secilit fëmijë apo të secilit njeri sa ai fëmijë mandej do të rritet e do të bëhet i madh. Ndoshta në këtë javë të autizmit që jemi për ndërgjegjësimin e autizmit është mirë me folë sa ma shumë edhe i përmendet me bo tema sa ma shumë gjithashtu edhe edukimi arsimor me u marrë sa ma shumë me fëmijët. E këtu ndoshta është mas mirë me thonë një mesazh për prindërit, sidomos për prindërit që edhe i kanë fëmijët autik, në shoqërinë tonë, çu duhet me vepru, ndërsa në të tjerët sa duhet me pas kujdes? Fatkeqësisht, prindërit mos është tepër mi shqetësohen për stigmatizim të atyre fëmijëve. Kjo është me të vërtet një problem. Unë i kuptoj prindërit plotësisht, por kjo javë është çati ndërgjegjësimi që sa ma shumë t'i kuptojmë ne ata fëmijë dhe të sillemi me mirë kuptim dhe me dashuri ndaj atyre fëmijëve. Nuk duhet të stigmatizohen dhe ky ndryshim duhet të fillojë nga ne, nga vetë mjekët, vetë prindërit, vetë rrethi, shoqëria, fëmijë tjerë ku ata duhet ishtë dasht, do më thonë, një metodë e kurës, e trajtimit, se kur nuk ka e trajtimit apo menaxhimit të këtyre fëmijëve është edhe loja me fëmijët tjerë. Do më thonë, këta kanë probleme me socializim të ndërsjellë dhe menaxhimi i këtyre fëmijëve është edhe të kuptuarit e fëmijëve tjerë që ta menaxhojnë një situatë sa ma lehtë dhe mos të stigmatizohen ata fëmijë. Do më thonë, kjo është qëllimi i kësaj jave, që sa ma shumë të ndërgjegjësohen. E thash, trajtim nuk është vetëm prej një personi, nuk është vetëm prej prindit. Prindërit janë hapi i parë, është zinxhiri i parë. Por mandej është ajo terapia e sjelljes. Do më thonë që to menaxhimet janë në terapi të sjelljes, logopedi aty do të përfshihet, psikologu, psikiatri i fëmijëve, edhe është një terapi okupacionale që i thojmë, që ajo ndihmon në kyçjen e fëmijëve të tjerë me një mirë kuptim me këta fëmijë, do më thonë autik, që duhet t'i kuptojmë që kur ata nuk janë mësu që t'i ndajnë, për shembull, lodrat e tjerë, po me këtë metodë të sjelljes, ata mund të bëhen edhe të arrijnë, do më thonë, që ta bëjnë ndonjë shok apo ndonjë shoqe dhe të
fillojnë dhe të vazhdojnë jetën. Që përmendët edhe vetë dhe më herët që ka fëmija apo dhe të rritur autik që kanë qene që tashmë janë ndoshta profesionistë të shumë fushave, matematicianë, talent në shumë fusha. Edhe të pavarur që jetojnë të pavarur. Këtu suksesi apo qelsi është diagnostifikimi sa më i hershëm dhe fillimi i këtyre trajtimeve, do me thonë trajtimeve aksesore, se nuk ka ndonjë ilaç kështu. Për shembull ndonjë terapi medikamentoze mund të bëhet, por jo specifik për autizëm, por që i ndihmon, për shembull disa fëmijë mund të jenë, nuk janë të gjithë njësoj, mund të jenë hiperaktiv shumë, disa fëmijë mund të jenë edhe agresiv e tjera. Këta fëmijë do të menaxhohen edhe me medikamente, por jo specifik për autizmin. Doktore, shumë faleminderit për krejt detaje, gjithashtu dhe që falem para shumë për dërgjësimin e javës së autizmit, pasi që veç është edhe dita botërore më 2 prill. Faleminderit shumë për krejt detajet si gjithnjë. Faleminderit edhe për juve.